duke qenë se zëri i tyre nuk është dëgjuar gjatë kësaj kohe, protestuesit kanë vendosur që një ditë të caktuar të kësaj proteste t'ja dedikojnë grave dhe vajzave të cilat duan të marrin pjesë në këtë protestë dhe të shprehin zërin e tyre. Do të përpiqem të marr edhe zërin e qytetarëve për të kuptuar se cilat janë edhe kërkesat e qytetarëve. Zotëri, keni një pankart për çamërinë. Cilat janë kërkesat tuaja? Sot protestoni për çështjen çame apo keni edhe kërkesa të tjera? Rreth parë protestoj për çështjen e gjithë shqiptarëve, sepse çamët janë shqiptar, asa shqiptarët janë çam, asa çamët janë shqiptar. Nuk ka ndarje. Enver Hoxha i ndante këto. Ne jemi gjithësaj. E dyta, unë protestoj si për çështjen çame, si për çështjen kosovare, sepse i përkat të dy krajinave. Vetë kam lind në Elbasan, si kam thënë. Po çështja çame sot goditi më shumë, sepse sot përkujtohet 82 vjetori genocid grek ndaj popullsisë çame. Por më tepër më rëndon jo genocidi, kjo heshje që bëjnë këto shoqatat ose këto deputetët, që i kalojnë çdo gjë me heshje dhe mbi gjitha përdorin genocidin, vrasjen e të martirëve tanë përpara, se mu ka vdek gjyqi, ma ka vrarë rrugës, ka vdek edhe hadhe, 2 vjeçe, që nuk kanë varë ku t'i qaj. Kurse këto, kryetarët e shoqatave, ose disa deputet, i kalojnë kërkoni konkretisht nga kryeministri sot për çështjen çame? Unë kërkoj nga kryeministri, rreth parë t'i japi dorëheqje, nuk pres nga ai, se ti që për dhënë dhe kishte dhënë tjerë. Por unë, kur thotë zonia nuk ka kryeministri jon, ai është kryeministri i Serbisë edhe i Greqisë. Unë e kam vënë epitetin Rama Gergovic. Rreth parë. Mbi gjitha, unë kërkoj nga çështja çame që sepse më tepër kërkoj te deputetët si Ardit Bido, që gjuan thonë se duket vetja çam. Se i farkohe, unë e lavdërova ku hapi flamurin e çështjes çame. Por ai po heq më shumë se kryeministri, sepse ka shpreha, haj lux çorb do ta vjedhë së rjetën. Unë më nuk intereson çorba, mua më intereson karakteri. Unë të banë e kam bë vet. Jam prindi 5 fëmijëve. E kam heq llog me fëmijëve, e kam sjell tu, sepse më djeg çamëria. Si këto banë dhe shumë banë të tjerë. Por janë disa që e kanë përdor e parëve tanë, gjagur e parëve tanë, e ka përvecu për të dynja për interesat e veta. Por i madhe Zot ja dhant aty ku i djeg më shumë. Sepse mund djeg të kombi, ato i djeg të legu, edhe familja, ja dhant ty. Kjo çamëria është e gjithëve vëlla. Nuk është vetëm e imja. Unë du të interesohem për çamërinë. Ti, çamëria është e gjithë shqiptarëve. Gjithë shqiptarët janë çam, gjithë çamët janë shqiptarë. Bravo. Çfarë kërkoni sot konkretisht? Unë protestoj kundra shtetit shqiptar dhe kundra qeverisë shqiptare dhe kundra kryeministrit. E gjithë klasa politike, e gjithë parlamenti është kundra demokracisë, është kundra popullit, pensionistët shqiptarë të punës janë të vjedhur nga ky shtet kriminal. Këta kanë dalë mbi ligjin, e kanë dubluar ligjin, kanë bërë nenin 13 të kontributeve dhe sponsojnë nenin 79 të sigurimeve. Brenda ligjit sigurimeve kanë bërë 2 standarde, standardin e vjedhjes dhe standardin e vërtet. Dhe për popullin nuk e zbatojnë nenin 79 që është i sigurimeve, i vërteti, që shpreh dhe mbron punën, po zbatojnë nenin e kontributeve. Dhe ekspertët e ekonomisë, ata ekspertë ekonomisë mirëtash, dhe specialisti i sigurimeve, Kujtim Hoxha, bëjnë shumë propagandë kundra ligjit, propagandojnë nenin e kontributeve dhe nuk flasin asnjë fjalë për nenin e sigurimeve. Kemi një shtet që vjet popullin, i mohon punën, jo sigurimet vetëm, po vjet dhe lekët e lejes, sepse nuk ka listë pagesë ato, nuk ka bordero. I gjithë shteti, parlamenti kundra ligjit 7773, gjykata kushtetuese kundra ligjit 7773 se nuk e pastron nga antiligji. 2. Vjen ke presidenti nuk mbron të drejtat e njeriut, është president kuku, sepse nuk e di këtë problem ose e bën sikur se di. Mirë, faleminderit zotëri. Zotëri, ju i kam parë disa ditë që protestoni me një pankart për situatën në Zallë Gjoçaj, për ndërtimin e hidrocentralit atje. Fillimisht si është situata me hidrocentralin e Zallë Gjoçajt, ju keni bërë edhe një betejë ligjore dhe çfarë kërkoni konkretisht nga kryeministri për rastin tuaj? Nga kryeministri kërkoj që të zbatojë drejtësinë. Drejtësia, sepse na si vend botës nuk divijohen kanjonet, se janë monumente natyre. Kanjoni, nga rasti i divijimit të 2 kanjonet, Urak dhe Zallë Gjoçaj, shikoj çaba. Këtu burimi qezmja bosh. Qysh se gabi lisi është ke qezme. Që gabi lisi, ke qezme ujti këtu. Kjo qunim, fshatin Lufaj.
na e tha dhe pem, kërkojmë drejtësi, kina bë dhe për media, rrjetet sociale, gjitha ne kina kërku nim. Edhe nga policia Mirditës nuk merren masa, nuk zbatohet ligji. A i thot kthej ujtin për tërma. I marrë policinë hadi këtu i thamë se këtu s'ka ujë rrjedha lumit me fakte, jo me fjalë. To më banë shpifje, prishe imazhi kompanisë Sega Hydropower mu, edhe Dimitër Kolecit, Adem Gjekolës, por fotot e mia dhe videot e mia janë me koordinat, me vendodhje fiks. Edhe nuk hikim dot tine. A kuptoj dhe bon tërheqje nga gjykata. Tani unë kërkoj drejtësi nga Spaku që zbatoje ligjin edhe të kthehet rrjedha lumit aty ku ka fal Zoti. Po desh me e bë dik me hidrocentrale gjana, po desh me e bë mund ta bëjnë në rrjedhën e lumit. Divijim 2 kamione, na nuk do ta lëm sa të jena gjallë. Ju faleminderit. Faleminderit zotëri. Siç e kemi parë gjatë këtyre ditëve, janë kauza të ndryshme ato që janë bashkuar kësaj proteste, e cila nisi fillimisht nga incidenti në Zvërnec, por më pas u zgjeruan kërkesat e protestuesve dhe tani më kërkesa e tyre kryesore është dorëheqja e kryeministrit Rama dhe e qeverisë, por kësaj kauze janë bashkuar edhe grupe të ndryshme që kanë protestuar gjatë gjithë kësaj kohe, siç pam njërin prej banorëve të Zall Gjoçajt, janë banorët e Durrësit që preken nga projekti i Tit Durrës, janë banorët e Rjollit, janë banorët e Dukatit, janë banorët e Pogradecit që preken gjithashtu nga një tjetër projekt. Pra janë shumë zona të Shqipërisë të cilat janë bashkuar në këtë protestë kombëtare, secila për padrejtësitë që ju janë bërë dhe kërkesa e të gjitha këtyre grupeve është një dorëheqja e kryeministrit Rama, pasi e bëjnë atë shkaktar të gjitha këtyre padrejtësive që u janë bërë komuniteteve ku ata jetojnë, por edhe Shqipërisë, pensionistëve, studentëve dhe gjithë të tjerëve. Po, patjetër, e kemi filmuar. Ndërkohë që është mbushur tashmë sheshja Skënderbej me protestues, janë të shumë protestuesit që kanë ardhur ditën e sotme. Protestuesit si çdo ditë do të grumbullohen përpara monumentit të heroit ton kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu, më pas do të marshojnë drejt kryeministrisë, aty ku edhe do të mbahen fjalimet e më pas do të jetë marshimi në rrugë të ndryshme të Tiranës, siç kemi parë edhe më herët, një marshim që udhëhiqet nga të rinjt, nga studentët, të cilët e kanë çuar protestën e tyre në rrugë të ndryshme të Tiranës dhe kanë protestuar për kërkesat që studentët kanë patur edhe disa pankarta studentët gjatë kësaj kohe dhe janë shprehur se qeveria nuk i ka larë ende hesapet me studentët. Shohim një prej studentëve i cili ka montuar një altoparlant, një qendër zëri mbi shtëpinë. Çfarë është kjo? Mund na i shpjegosh? Jemi drejt për së drejti në News 24. Po, patjetër, është një sistem autoparlanti çik më performant se sa megafonet. Meqense Edi Rama ka çik vështirësi të na dëgjoj, thamë të sjellim mjetet e sakta që na dëgjoj mirë edhe në suret. Mendon që është problem në cilësia e audios që nuk ju dëgjon kryeministri? Po tani na i arsye tjetër unë nuk mund ta mendoj se numrat janë, qëndrueshmëria është vetëm nëse nuk na dëgjon fare mund të jetë. Ju jeni së bashku me një grup studentësh nga dita e parë në këtë protestë. Cilat janë kërkesat e studentëve në këtë protestë? Çfarë kërkoni ju dhe bashkëmoshatarët tuaj studentë? Ne duam që Edi Rama të japi dorëheqjen, ne duam që të ketë zgjedhje të lira, pa presion, pa patronazhista, pa manipulime të tjera, edhe ne duam një të ardhme në Shqipëri. Si do të vazhdoj protesta? Si e keni menduar ju Gen Z që ta vazhdoni këtë protestë? Ne tani do më thënë po sellim megafone ose autoparlantin që më cilësor, po fillojmë me pankarta do më thënë më shumë, me stikera, me gjëra tilla që të jetë e qartë për të gjithë që ne kërkesat tona do më thënë i dim edhe nuk është e do ndryshojmë çado që ndodh. Faleminderit. Në fakt, Gen Z dhe studentët kanë qenë po ashtu kryefjale kësaj proteste. Pankartat e tyre kanë pushtuar faqet e para të mediave ndërkombëtare, mediave më prestigjioze europiane dhe botërore. Është një protestë e brezit të ri. Është cilësuar kjo protestë e brezit Gen Z, të frymzuar edhe nga protestat që bashkëmoshatarët e tyre kanë bërë në vende të ndryshme të botës, si Nepali apo edhe në vende më afër nesh si